Ish kryeministri Sali Berisha është thirrur në prokurorin e posaçme për të pyetur për herë të parë mbi hetimin për ngjarjet e 21 janarit 2011, kur 4 persona u vranë gjatë një proteste të thirrur nga Partia Socialiste para kryeministrisë, vetëm pak ditë pasi lideri i opozitës u shpreh i gatshëm për të dëshmuar. Është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Ora News mëson se prokurori Alfred Shehu i ka kërkuar ish kryeministit demokrat të paraqitet në SPAK të premten orën 10 sipas fletëthirrjes që i është dërguar në banesë. Prokuroria e posaçme kërkon të marrë deklarimet e Berishës në cilësinë e personit që ka dieni, pasi në kohën e ngjarjes ai mbante postin e kryeministrit, e për më tepër është në cilësinë e të kallëzuarit në këtë dosje. E vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Me 30 tetor në SPAK u paraqit ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, që në kohën e zhvillimit të ngjarjes ka pasur rolin e ministrit të brendshëm. Pas vendimit të gjykatës së lartë, SPAK njoftoi se ka regjistruar procedimin penal për vepra penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorimi i detyrës e kryer në bashkëpunim dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës e kryer në bashkëpunim. Më herët Prokuroria e Tiranës çoi të pandehur vetëm ish komandantin e gardës Ndreja Prendi dhe përgjegjësin e njësisë speciale Agim Lupo, të cilët në 2013 u dënuan nga gjykata për vrasje nga pakujdesia, ku Prendi mori një dënim 1 vit burg, ndërsa Lupo me 3 vite. Tashmë prej kohësh të dy njerëzit janë në gjendje të lirë. Me 21 janar 2011, gjatë një tubimi në bulevard, u vranë 4 protestues, Hekuran Deda, Zevir Veizi, Faik Myrte dhe Alex Nika, që me vendim të qeverisë janë shpallur dëshmorë të dheut.